Si pari natës së dytë të Rin Show u ngrit në një atmosferë elektrizuese. Kolegji Preka solli në skenë një performancë që gërshetoi artin klasik me rebelimin modern, duke magjepsur publikun që në sekondat e para, mes motiveve të përrallave dhe tonaliteteve gotike, të rinjt portretizuan me mjeshtëri hipokrizin, imoralitetin dhe çmenduritë e shoqërisë, pa lënë me një anë as ironinë e situatave që të gjithë jemi hasur një herë në jetë. Shfaqja shkoi ishte një kryevepër e Maltës. I falenderoj të gjithë ata që ishin pjesëmarrës. Ne si vjet morëm një risk shumë të madh, një risk në të cilin Malta kaloi në një drejtim të errët gjatë gotikes dhe të gjitha ishin me një motiv për të treguar se ne në fund të ditës jemi fëmijë dhe kemi të gjitha frikrat e ëndrat tona të këqija. Më bëhet shumë qefi që të gjithë kanë qenë aq bashkëpunues gjatë procesit. Shfaqja mendoj se ka shkuar përkryer, emocionet patjetër janë gjithmonë të papërshkrueshme. Personalisht ishte hera e fundit që marr pjesë në Rin Show, duke qenë se jam dhe maturante dhe jam marrë gjithë jetën time me art, mbase mund të jetë dhe herë e fundit në skenë, po emocionet ishin perfekte dhe gjithçka shkoi më së miri. Të talentuar në të gjitha disiplinat, nxënësit duruan një spektakël të vërtet në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi.